Nuk jemi tek kjo e dyta, por jemi tek pezullimi nga detyra. Në pikën 2 të këtij neni thuhet masa e pezullimit nga detyra nuk shtrihet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Dhe referuar kodit zgjedhor, sipas ligjit elektoral, sot Shqipëri zgjidhen antarët e këshillave bashkiak, kryetarët e bashkive dhe deputetët e Kuvendit të Shqipërisë. Ne propozojmë që në pikën 2, pra të shtohet rrethi i subjekteve ndaj të cilëve nuk mund të jepet si mas pezullimi i ushtrimit të funksionit, pra pezullimi nga detyra. Dhe ky rreth subjektesh shtohet me presidentin e Republikës, avokatin e popullit, kryeministrin, zëvendës kryeministrin dhe ministrat, antarët e gjykatës kushtetuese dhe kryetarin e kontrollit lartë të shtetit. Pra, nga 3 subjekte ndaj të cilëve neni 242 i kodit procedurës penale e përjashton masën e pezullimit nga detyra, i shtohen edhe 7 subjekte të tjera.